Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka përmendur hadith që ka dhënë Imam Tirmidhiu, ka thënë alayhi salatu wassalam, nuk ka ditën e Kiametit diçka çka rënon më shumë se sa sjellja dhe morali i mirë. Dhe vërtet Allahu xhelel xhelalu e urren amoralin dhe atë i cili e ka gjuhën e lig. Shikoj për e ka vru. Kush pineve s'ka qef mi ranue peshore ditën e Kiametit? Allahu na mundsof ana e mirë me ranue. Edhe ana e lehtë mos më kanë ran. Ditën e Kiametit çështu matët shpëtimi. Çish matët? Cela ranoje çështu. Dalin të mira, dalin të këqija. Cela ranon ti fiton. Cela ranon ti fiton. Nëse ranon e keqja, në xhenem Allahu na ruaj. Nëse ranon e mira, shkon në xhenet. E pejgamberi sa tha, a doni mi ranu veprat? A doni mi ranue? Po, kush ka? Tha, nuk ka diçka. Çka? Dhe kanë thënë dietar, ma min shay'in e pashuar. E pashuar, thuaj ti se krejt ajo çka e ranon, është kjo punë. S'ka diçka që e ranon peshorën e besimtarin ditën e Kiametit si morali i mirë. Dhe Allahu e urren atë çka s'ka moral. Se do Allahu gjërat njëri i cili nuk ka moral. Gjithashtu ka ardhur në Tirmidhi dhe të tjerë prej dietarëve si në Ibn Hibbanin, prej dietarëve të muslimane, ka ardhur se pejgamberi alayhi salatu wasalam është pyetur çka i bën ja Rasulullah njerëzit më shumë të me në xhennet. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, taqwallah wa husnul khuluq. Takvallohu i Allahut, me tut Allahut dhe me pas sjelljen e mirë. Takvallohu i Allahut dhe me pas sjelljen e mirë. Tha pastaj u pyet pejgamberi alayhi salatu wasalam, e çka i bën njerëz më fut më shumë në zjarr? Tha alayhi salatu wasalam, el famu wal farj. Tha alayhi salatu wasalam, gjuha dhe organi. Gjuha dhe organi. Gjuha është ai përmleci, ajo pajisja që ketë i thith me një vend moralet e njerëzit. Dhe kjo shthurët në organ. Shthurët, pra e hum kontrolin në organet cila quhet zina. Gjithashtu ka ardhur nga pejgamberi alayhi salatu wassalam se ka thënë hadith, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim. Ka thënë alayhi salatu wassalam, më plotit në iman për i besimtarëve kush janë? Ata që e kanë moralin më të mirë. Dhe më të mirë për juve janë ata që janë më të mirë me gratë e tëre. Shiko, kujti ka shku ndërmen që pejgamberi sa ta ban kriter, standard, sjellën me grujen standard se aje i mira i keq. Kjo mrekulli e pejgamberit alayhis salam. Do ta shohim se kaptina e parë për të cilën do të flasim pasi ta shohim pse do të më ndjek pejgamberi sa, është kaptina e sjelljes së tij me gratë. Pra në do t'ja nismi prej praktikës për mrena. Qështë o sëllë të alejhi salatu selam me gratë e tina? Thot alejhi salatu selam, më të mirë për juve janë ata të sëtë janë më të mirë me gratë e tyre. Gjithashtu ka arë hadith nga pejgamberi alejhi salatu selam, dhe të zim ka dhanë alejhi salatu selam, vërtet besimtari e nxen me moralin e mirë të tina shkallën e ati i cili vazhdimisht agjeron nafile dhe falet natën. Dhe kjo është prej ajkave të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikon nëna tash Ramazan, Allah inshallah na ban qabul. E veprat e mira, agjërimi të gjitha. Agjërimi veç Ramazan, domethën nuk është tepër i sikletshëm, po është meridonse i sikletshëm. Jo rastisht edhe shpërblehet. Para më në njëri agjeron Ramazanin si dalë mas Bajramit me një arjanis, të hanë tente, agjeron një ditë po, një ditë jo. Ta në kohën agjeron. Shtes kësajna, agjeron Ramazanin, agjeron nafile gjatë ditëve tjera, dhe shtes kësajna qohët natën falet. Lej 5 vakt, lej sunet, qohët natën falet namaz natë. Jo në Ramazan, jo taravia, natën. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, është një njeri e nxehtë që ta me ma pak se çikaç. Ai i cili ka sjelljen e mirë. Tani derexhi ati i cili agjeron, edhe agjeron nafile, fal vardët, edhe i fal nafile. Sa nalt mërin nalt. Thot pejgamberi sa, i ngjitet ai i cili ka sjelljen e mirë, edhe madje thot Ibn Qayyim el-Jauziyyi, një dietar musliman, bile ja kalon. Bile e kalon. Në argument është hadithi i dy grave të cilët kanë ardhur te pejgamberi alayhis salam,
rrëfimi i tyre, është kallzu për njënën i grave të Medinës në kohën e pejgamberit alayhis salam, ka ardhur njëri dhe ka thonë: "Ja Rasulullah, e kena një fëmijë, një komshike. Falet, agjeron, apo munohet, bën shumë vepra. Ama gjuhën shumë të ligë ka. Shumë i munon kushit. Kur kush nuk ka rahat pi gjuhës atina, pi gjuhës asajta." Tha alayhis salam: "Hiya fi nar", ajo në zjarr. Erdhi një rast tjetër te pejgamberi alayhis salam. Tha: "Ja Rasulullah, kena një kushike për dallim nga ajo tjetra. Ajo veç farzët i fal. Farz, s'mund më shumë. Agjerimin e Ramazanit edhe pak shka të mundët. Mirë po këtë kushit folin fjalë mira për atë gruaje. Kërkan se mundon, është e sjellshme. Tha: "Hiya fil janna", ajo në xhennet." A kuptoni sa është me barë dhe me rëndes të pejgamberi alayhis salam çështja e moralit. Gjithashtu ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alayhis salatu wassalam, hadith që kanë gjetur Imam Ebu Daudi, ka thënë alayhis salatu wassalam: "Unë jam garantues për një shtëpi në mesin e xhenetit, për njeri i cili e le polemikën edhe kur është hak. Ti në hak e ki, mirë po mos bën polemik." Thot alayhis salatu wassalam: "Dhe me një shtëpi në xhenet për atë i cili e le rrenë." Thot besam, unë e garantoj. A më shëvaron sot njerëzit kur e di në atë fjallë, e kam njerin, ajo që shpesh ngatrohet. Njerëzit mbështeten, e kam ata, e kam këta. Për jam sa thot, unë jam ai njeri që ka garantoj, e sa e ka raportin ai me Allahun xhelalu, unë e garantoj. Si tani rrenën, unë e të garantoj për xhenet. Ama a mund e leti rrenën? A i garanton, a mund e leti rrenën? Tha alayhis salatu wassalam, edhe nëse të bëj hajgare, mos rrej kur. As hajgare, as serioz, as një gjendje mos rrej. Tha alayhis salatu wassalam: "Dhe unë garantoj për një shtëpi në vendin më të lartë xhenet për ata i cili e përsos moralin e tina." Për ata i cili e përsos moralin e tina. Shikoj vetë, kush e le polemikën në xhenet, kush e le rrenën në xhenet. Do të thotë, a do masnalti? A do masnalti më kanë? Allah na mundso Firdausul A'la. A rahmeti Allahu do shumë i madh. A do të ka thonë, kur të bani dua, thuni ja Rab Firdausin. E dietar kanë thonë, pse ka thonë Firdausin? Ka thonë ti kur e lip Firdausin, heja ti mrena. A njëri që ka thotë te dera që ti, rrezika me ranzar. Apo një thotë unë s'du shumë. Jo, ti lip Firdausin, e pastaj amrina se amrina me mesele tjetër. Andaj tha alayhis salam: "A doni me mrije më të lartë në xhenet?" Po. Çish me mrije? Çish me mrije? Tha për atë i cili e përsos moralin e tij. Gjithashtu ka ardhur në Sahih të Tirmidhiut nga pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka thënë sallallahu alaihi wasallam: "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa." Ka thënë alayhis salatu wassalam: "Njerëzit që pi juve mas shumë ti i du është dhe mas ngati që do t'i kem në mexhlis ditën e kiametit janë ata të cilët i kanë moralet më të mira për juve." Dhe sa është vlerë vëzër me e dasht pejgamberin sallam, ti me e dasht atë. Po sa vlera aj me dasht ti. E ki qartash? Po, na, kish persona me dasht Muhammedin sallam, Allah i mbush zemrat tona dashni për Muhammedin alayhis salatu wassalam. Po, për mësëm thot, ama unë mi u dash ju pak më e madhe, apo? Me dash për mësëm shumë e madhe. Për mësëm dashnijën që e ka pas për agjën e vetë Ebu Talibin, tu konë qafir i ka një muë. Ka vdek Ebu Talibi pagan. I ka thonë, për mësëm, ja Rab, letësoja e Rab, se shumë ka një muë. Ka thonë, së në nëzirë në pizarën, se ka vdek pagan, s'ka pranu për pengamber. Ka thonë, ani letësoja e Rab. Ka thonë, kena me bo njëri martë letë gjenem. Se e ka dasht. E ka dasht. Po para më në kurje edhe musliman edhe aj me dasht. Kjo është kulmi. S'ka më lasë që ka që. Andaj tha alayhis salam, mas shumë që për juve i du, kjo çka argumenton? Se do i do po, apo? Andaj Amr ibn Asi thot, qaç mirë më trajtoj ke pejgamberi alayhis salatu wassalam, ku menu se më do mas shumë ti. Amr ibn Asi, që ka thash, sunë këshir ke pejgamberi sallam. Thot, qaç mirë më trajtoj ke, edhe një ditë e mora guzimi thash, ki po mdoj ka mas shumë ti mua. Se për mësam dalon mes dashninjes edhe sjelljes. Unë sjellna mirë me ke, atë ka edu mesele tjetër. Edhe një ditë i thash, ja Rasulullah, kanë e do mas shumë ti. Këtu shpesu që kjo është aj. Tha Aishën, gruin e vetë. Dhe kjo ka qenë prej moralit për mësam.
Si ka arë mane me thanë, e du grujën. Te na edhe e dojnë apo s'kallzojnë. S'është turp, është turp me bazina, është turp me ukona moral. Nuk ka turp me dash familjen tane. Tha Aishën, tha minë rrijal ja Rasulullah. Unë pi burra dhe ishte më vërtet. Tha pi burra me babën e vet. Abu Bakr Sidikun. Tha i thash ja Rasulullah, pastaj kusha? Tha pa i thash Omeri. Pastaj kanë do ja Rasulullah, thash Othmanin. E pastaj kanë do Aliun. Thot Amri, ja nisi ti përmendo burra, thash mos kam unë kafuni penali që tu. Nështë unë jam kafuni. Amri pika e mor këtë ndjesi. Thot qatë shmiru sëll ke me mu. Thash që ki po mdoj ka mas shumë ti muhe. Mirë po për mësram, keti ka trajtu mirë. Dashnia ka tjera standarde me të cilat përcaktohet dashnia pejgamberit alayhis salam.